Që ke telefonin e Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ma ba'd. Në emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, mëshira dhe begatia e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ato besimtarë dhe besimtare të cilët e ndoqën dhe ndjekën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun xhaleshanu ta bëjë këtë xhumë një xhumë të begat, një xhumë të mbar, një xhumë të pranuar në të lutjet dhe ibadetet tona. Ashtu lutim Zotin e Madhnushëm tashmë në çdo namazin tonë, në çdo lutjen tonë, në çdo xhuman tonë, që Zoti i Madhnushëm t'i ndihmojë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, në mënyrë të veçantë në Gaza, t'i strehojë Allahu xhaleshanu nën kujdesin e vet, të pastrehet, të kujdeset për të plagosurit dhe të sëmurët, t'i shërojë Allahu xhaleshanu, jetë ndruarit për tyre t'i pranojë Allahu xhaleshanu prej shahidëve, e t'i mëshirojë ata. Ashtu lutim Zotin e Madhnushëm që çdo kënd që përpiqet për ta ndihmuar atë popull, Zoti i Madhnushëm ta begatojë, ta forcojë dhe t'i japë sukses dhe triumf. Ashtu siç lutemi sigurisht që edhe Siria të ketë një qëndrueshmëri, një unitet akoma dhe më të madh dhe një, po themi, konsolidim shtetëror, gjë e cila sjell, le themi, edhe në ato vende qetësi dhe rati edhe paqe. I kthemi temës son, sot do flasim për një tjetër kapitull në të fikut praktik, i cili ka të bëjë me imamllikun. Pra folëm për përgatitet paraprake për namazin, për abdesin, gusulin e shumë rregulla të tjera, veshjet, vendi i pastrit e më radh. Folëm për namazin në tërësinë e vet, pra në çdo detaj, në çdo imtësi të tij. E sot do flasim për imamllikun, nëse mund themi tashmë vjen, po themi, praktika asaj çka ne kemi folur në teori, nëse mund ta quajmë ndryshe. Imamlliku është detyra më me vlerë që ka të bëjë me udhëheqjen e njerëzve në faljen e namazit. Ashtu siç ka shpërblim të madh, ka edhe përgjegjësi të madhe. Imami duhet të plotësojë disa kushte të caktuara për të prirë njerëzve në namaz. Pra ka disa kushte të cilat duhet të plotësuar që një person t'u prijë njerëzve në namaz. Imami kryen atë detyrë që ka kryer edhe profeti alayhi salatu wassalam teksa i printe besimtarët në namazin e tij. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: imami është përgjegjës, kurse muezini është besnik. Andaj edhe shlut profeti alayhi salam duke thënë: o Allah, udhëzoj imamët edhe fali muezinët. Pra udhëzoj imamët edhe fali muezinët. Pra udhëzoj imamët për tek plotësimi i përgjegjësisë që ato kanë, sepse ata janë përgjegjësit, edhe fali muezinët, pra në sensin që nëse kanë neglizhuar në besnikërinë e tyre. Prandaj edhe janë shumë të rëndësishëm, po themi, si pozicionet të dyja, imamllëku dhe muezinllëku. Nuk janë thjesht dëshirat e një personi thotë ta bëj unë apo unë e bëj. Jo, duhet t'i plotësojsh disa kriteret, disa kushte të cilat ti kryesh më së miri, sepse ato kanë brenda tyre edhe kënaqësinë, por më të madhe kanë përgjegjësinë. Ebu Ali Misriu tregon, po udhtonë një herë me Ukbe ibn Amr Juheniun, i cili radhiyallahu anhu kur u bëm gati të falën, e nxitëm që dilte imam. Pra një prej sahabëve, të tjerët kur u bën gati për të fal, e nxitën që dilte imam. Pra i dhan përparësi, i thanë dile falu ti imam. Ai tha se ka dëgjuar profetin alayhi salatu wasalam duke thënë: nëse ai që i prin një grupi e fal namazin të plot e ka për vete dhe për xhamatin. Nëse nuk e fal namazin të plot, namazin për xhamati është i plot, ndërsa ai merr gjinafin. Pra frika e tij se mos ndoshta ai nuk e fal namazin e plot, e ka stepur. Se sigurisht, pra nëse imami e fal namazin e plot, i plot është edhe për xhamatin, por nëse imami nuk e fal namazin e plot, pra neglizhon vetë diçka në namaz, xhamati e ka të plot. Pra nuk cënohet namazi i xhamatit, ndërsa ai merr
po themi, mëkatin ose le të themi për gabimin apo për dëshimin që ai bën në namaz. Abdullah ibn Omer tregon se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: 3 persona do të jenë në mes të parfumeve në ditën e gjykimit, pra në mes aromave të mira. Robi i cili kryen detyrën ndaj Allahut dhe pronarit të tij. Pra ai i cili i kryen obligimin ndaj Zotit të Mëndosur, por njëkohësisht edhe ndaj pronarit të tij. Pra është besnik, është korrekt dhe i përmbush detyrat të cilat i ngarkohen, si ato që ka ngarkuar Zoti i Mëndosur, si ato që ka ngarkuar pronari i vet. Një burr i cili u prin imam njerëzve dhe ata janë të kënaqur me të. Dhe i treti është një burr që thërret ezanin e 5 kohëve të namazit, pra muezin. Pra ai person i cili është besnik, pra le të themi është korrekt ndaj urdhave të Zotit të Mëndosur, por dhe ndaj le të themi urdhit që i ka dhënë punëdhënësi i tij, pra pronari i tij, imami që u prin njerëzve, por që ka një kriter që ata janë të kënaqur me të. Prandaj edhe kjo është, po themi, një ftesë për të gjithë ata njerëz që pretendojnë se e bëjnë imamllikun, por nëse në xhamatin e tyre nuk e kanë të kënaqur me tyre, është më mirë që ato të largohen, ta lejnë atë çështje dhe të merren me angazhim tjetër, me imamllik tjetër diku tjetër ku xhamatit i pëlqej. Se janë ca njerëz që ngulin kam me patjetër që do shkojë kjo puna deri në fund nëse xhamati nuk e pëlqen. Sepse është shumë e rëndësishme që ti të kesh rrazillëku në xhamatit, se atyre njerëzve do u shërbesh, atyre njerëzve do u falësh namaz. Mendo tani një person të cilin nuk e don, të ka mërzit, edhe ta kesh para, ndërkohë që ai të falet. Psikologjikisht, pra teknikisht funksionon, se i ka thonë, është dhënë emrimi, është caktuar ai personi aty, po shpirtërisht nuk funksionon. Pra ai që ta ka prish zemrën, ai që të ka shqetësu, ai që të ka meraklu, ai që ndoshta s'ta ka pranuar dhe këshillën dhe fjalën, është shumë problem. Sigurisht dikush do thoshte që fare mirë, ky vllai që ka këtë përshtypje mund të ndrojë xhami. Se do thotë ai, pse ti ke unë i këtij. Po çështja është nuk është pse ti ke unë dhe i këtij apo pse ti ke unë dhe rri ti, çështja është që në çdo ambient xhamie ku falen njerëzit bashkërisht me imamin e tyre, duhet të ketë rrazillëk, duhet të ketë kënaqësi. Dhe ka qenë nga tradita e hoxhallarëve të vjetër që nëse shkonin diku për mik, edhe i nxjerrin e jepnin përparësi atyre, dilën me fal namaz, ktheheshin nga xhamati dhe thoshin unë jam filani e këtë namaz po e falin bashkërisht, a jeni dakord? Pra i merrshin një lloj hallalliku, pa një lloj rrazillëku. Se është njerëzore, se njerëzit kanë ardhur me fal namazin, me u qetësu, me rahatu, edhe presin imamin e tyre ndoshta. Del dikush që nuk e njohin, fillojnë të thotë, "Jalla, kush është ky? Si do e fali?" A thu, po sikur dhe njerëzit futen në merak. E detyra e imamëve dhe hoxhallarëve është ti qetësojnë njerëzit, ti rahatojnë njerëzit, ti fusin në merak. Hoxhallarët kanë përthyer ty azgjidhin meraqet njerëzve. Edhe jo të shtojnë meraqet të tjera, hallet të tjera, sikletet të tjera, të cilat ndoshta nuk janë të nevojshme. Nuk është e pëlqyeshme që të bëhet imam një person të cilin nuk e don xhamati. Sepse marrëdhënia imam xhamat është një marrëdhënie besimi, një marrëdhënie njerëzore, një marrëdhënie vllazërore, dhe nëse në të nuk funksionojnë, po themi mekanizmat, atëherë gjehet një zgjidhje, po themi që të jetë e kënaqshme për palën. Abdullah ibn Umar tregon se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, Allahu nuk ka pranon namazin 3 personave. Ati që i prin imam një xhamati, ndërkohë që xhamati e urren atë, ati që fal namazin mbrapsht, pra e fal atë pasi ka kaluar koha, dhe ati që robëron një person që është i lirë. Pra një person, pra 3 persona. Ai imam që fal namaz duke prirë një xhamati të cilët nuk e duan. Se si i thoni fjale, nëse ka shku çështja deri aty sa ta urren, ç'lere ka më pasaj. Nëse nuk ka qenë i Zotit ta zgjidh një problem apo një konflikt apo një arsye që ka vajt në këtë derexhe me kohën, pra deri sa të shkonte situata këtu, atëherë do thotë që ndoshta edhe nuk e meriton më që të pri në atë vend. Personi tjetër i cili e fal kohën mbrapsht, pra le të them kur ka kaluar koha, pra i fal namazet i mund me vonesë, dhe ai person i cili e robëron dikëm pasi ka qenë i lirë. Sigurisht që
hadithi është në kontekstin e kohës në cilën profeti alayhis salam ka jetuar, duke qenë që në atë kohë ka qenë skllavëria akoma, le themi, prezent. Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu tregon se një ditë u priu imam njerëzve në namaz. Pasi mbaroi namazin, ai u tha: "Unë harrova të kërkoja leje për të dalë imam." Pra tham, ka qenë në traditë, u merrshin leje njerëzve. Pra unë po dal, se më tha, po themi kolegu im hoxha i xhamisë tuaj, a jeni dakord? Pra jeni razillëk që ta vazhdoj namazin, se mund të thotë dikush aty, jo, unë nuk du se. A jeni të kënaqur që unë u priva në namaz? Pra ati kishte ngel merak që se kishte kërkuar në fillim dhe ajo po kërkonte në mbarim, si më. Ata thanë, o për krahas i profetit alayhis salatu wasalam, se e kishin njohur se kush ishte. Si të mos jemi të kënaqur me ty si imam. Dhe Talha u shpreh se kishte dëgjuar se profeti alayhis salatu wasalam duke thënë, cili do që u prin njerëzve si imam dhe ata nuk e duan, namazi i atij që del imam nuk do t'i kaloj veshët e tij. Pra nuk do të ngrihet namazi. Shko deri këtu, dhe ngel. Nuk do të pranohet. Pra namazi nuk do t'i ngrihet lart tek Allahu lëshon. Gjithashtu Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se profeti alayhis salatu wasalam ka thënë, nuk i lejohet dikujt që beson Allahun dhe ditën e Kiametit të dalë imam pa lejen e njerëzve. Imami nuk duhet të veçojë veten e tij me lutje, duke përjashtuar xhamatin. Pra nëse vepron kështu, ai ka tradhtuar xhamatin. Pra që do thot dikush, hyn se thot, e bëjon. Siç nosha shef rëndon, në ka rënë shikojmë djem të ri të cilët nuk i njohim, vin për herë të parë në xhami, thot e bëjon. Ndërkohë që i jepet përparësi muezinit, nëse në mungesë të imamit, dhe nëse nuk ashtu pastaj muezini zgjedh dikë nga xhamati, i cili mund të jetë i arsimuar, i shkolluar, le themi i adap për atë punë, në mënyrë që le themi namazi të jetë sa më i rregullt. Dhe imami nuk duhet të veçojë veten e tij në lutje duke përjashtuar të tjerët. Pra ka nga ato që futen namaz edhe ka namazin si për veten e vet. Se ka njerëz mrapa, pleq të vjetër, hallexhi, njerëz që nxitojnë, prandaj edhe profeti sa më jep përparësi që ai që del imam ta shkurtojë namazin, ta falë shkurt. Pra ta plotësoj namazin në rregullin e vet, po jo të zgjatet, rukuja 10 minuta, sejdja 10 minuta, se kështu falet namazi, se kështu duhet të jesh në namaz, jo, ndërkohë që të tjerët, jam mësuar ndoshta me imamin e tyre në një namaz, po themi disi, stabil, as gjatë shumë dhe as shkurtër shumë, dhe kjo pastaj fut njerëz në merak. Prandaj është shumë e rëndësishme, le të themi kjo çështje. Duke si e lehtë, por është shumë e rëndësishme. Sepse nuk ka të bëjë thjesht me praktikën e të krymit namaz, se e krymen e marrin punë që secili shkon punë vet. Ka të bëjë me ndjeshmërinë e namazit. Pra imamlliku dhe marrëdhënia imam dhe xhamat ka të bëjë me ndjeshmërinë e namazit. Pra me momentet emocionale përfshirë në namaz në mënyrën ashtu siç duhet. Atëherë duke qenë që ky kapitull do na marrë goxha kohë, un po mjaftohem me kaq duke lutur Allahun xhaneshanu që e gjithë këto hadithe dhe këto përkujtime profetike na bëjnë ne për atyre njerëzve të cilët të jemi të kujdesshëm në raport të marrjeve të përgjegjësive, por njëkohësisht edhe të, po themi, vendosjes në krye të punëve tona, siç është namazi, siç është, po themi, drejtimi fetar, atyre njerëzve të cilët janë të përgjegjshëm dhe që e meritojnë atë dhe që kanë razillëkun dhe kanë kënaqësinë e xhamatit të tyre. Dhe jo thjesht duke pretenduar që unë e bëj, sepse siç edhe e dim mbi çdo ditur, ka dhe një më ditur. Andaj dhe është mirë që njerëzit e ditur dhe njerëzit të cilët kanë dije, kanë dituri, le të themi të jenë prezent në mesin e xhamatit, të japin mendimet e tyre, të japin ndihmën e tyre që edhe xhamati të edukohet. Dhe jo çdo imam i cili vjen me detyrë duhet kundërshtuar. Pra edhe kjo është diçka për të thënë. Pra në kuptimin e mirë të fjalës. Pra duhen gjenden mënyra dhe mekanizma që njerëzit në namazin e tyre të kenë razillëkun e njëri tjetrit, sepse është një lidhje me Zotin e Madhnueshëm dhe nuk është thjesht një detyrim që duhet me e kry. Edhe ta kryp. Se Zoti i Madhnueshëm, siç nosha kemi përmendur edhe më herët, nëse ne nuk falmi asnjëri prej nesh, nuk i paksohet në pasurinë dhe pushtetin e Zotit të Madhnueshëm as pak.
Por nëse sikur gjithë ata që nuk falen sot falen bashkë me ne, nuk do t'i shtohet në pasurinë dhe në pushtetin e Zotit Madhërisht asgjë. Nevojtarët në këtë çështje jemi ne. Ne që falmi, ne kemi nevojë që të qetësojmë shpirtin ton, t'i japim zemrës ton, nefsit ton, qenjes ton, t'i japim shpresën se Zoti Madhërisht pranon, se Zoti Madhërisht fal, se Zoti Madhërisht është afër teje, se Zoti Madhërisht ndihmon, dhe ne shprehim pak nga ajo mirënjohje, se tush nga e mirënjohja e madhe që duhet shprehim, por që ndoshta nuk jemi të mundur për ta shprehur maksimalisht. Se thot Zoti Madhërisht në Kur'anin famullar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse do i numroni të mirat e Zotit ndaj jush, nuk do i numroni asnjëherë. Pra të mirat e Zotit ndaj nesh janë shumë e shumë të mëdha. E falënderimet tona kaq këtyra janë shumë të pakta. Andaj edhe këto punë dhe këto vepra janë pjesë e këtij falënderimi që ne duhet t'i drejtojmë Zotit Madhërisht, i them faleminderit o Zot. Me namaz, faleminderit o Zot me agjërim, faleminderit o Zot me sadaka, faleminderit o Zot sepse nëse Zoti Madhërisht të ka zgjedhur që ti jesh për adhuruesve të tij me namaz, të ka nderuar Zoti dy herë, të ka bërë rob të përkushtuar, por të ka dhënë mundësi dhe të falesh tamam, pra rob të ka dhënë edhe shëndetin, të ka privuar, ka dhënë mirësinë e shëndetit. Siç ne kemi përmendur gjatë gjithë ditëve të Ramazanit, duhet me falenderoj Zotin se shumë njerëz kishin dëshirë të agjërojnë Ramazanin, po s'kishin mundësi. Shumë njerëz kanë dëshirë të jenë për xhuma këtu, po nuk kanë mundësi, janë në shtëpinë e tyre, nuk lëvizin dot. Janë të pamundur. Shumë njerëz të tjerë kanë mundësi të japin sadaka, po nuk kanë. Nëse ke mundësi të japësh, të ka nderuar Zoti Madhërisht. Pra duhet të jesh falendërues, jo vetëm për faktin që po jep, por edhe për mundësinë dhe për aftësinë për të dhënë. Zoti ju shpëlbef me të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.